rritet dhe rriten në mënyrë të qëndrueshme edhe sepse investimet e huaja direkte rriten në mënyrë të qëndrueshme. Në 5 vitet e fundit Shqipëria ka tërhequr më shumë investime të huaja në raport me ekonominë se sa mesatarja e rajonit, duke arritur në afro 7% prodhimit përgjithshëm mbi mesataren e Ballkanit Perëndimor. Vetëm në vitin 2024 janë certifikuar 1.6 miliard euro investime, ndërsa në 9 muajt e parë të 2025-s kemi arritur në 1.21 miliard, çka konfirmon ritmin e qëndrueshëm të rritjes, ndërkohë që stoku total i investimeve huaja ka arritur në 16.6 miliard euro. Një shifër e pa imagjinueshme deri jo shumë vite më parë. Një shifër që tregon qartë se Shqipëria ka ndryshuar pozicionim në rajon, Shqipëria ka ndryshuar qasje dhe impakt si një treg që shihej me shumë rezervë, duke u kthyer në një vend ku investohet konkretisht dhe në perspektiva të gjatë. Dhe po të llogarisim aplikimet, interesimet dhe mundësitë që shohim nga gjithë ajo çka është tryeza e dosjeve të agjencive përkatëse, atëherë mund t'ju them me plot gojën se e nesërmja është shumë më e mirë se sa e sotmja. Është një nesër me rezultatesh që lidhen drejt për drejt me çfarë kemi mbjell me mundim në tërë këto vite, me reformat transformuese që kemi bërë, me stabilitetin ekonomik që kemi krijuar, me përmirësimin vazhdim të klimës biznesit dhe një qasje të strukturuar të investimeve në një mjedis të parashikueshëm për kapitalin afatgjat.